Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq në mbar botës kudo që jeni. Esselamu alaikum. E shfrytëzoj rastin të I jap ngushëllimet e mia për nipin e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, pra për Imam Husejnin alayhis salam, paqja qoftë mbi ta. Solidarizohemi të gjithë së bashku me dhimbjen e Imam Husejnit, me dhimbjen e profetit Muhammed, gjyshes Hatixhe, nënës Fatime dhe babait Imam Husejnit, pra Imam Aliut. Solidarizohemi të gjithë së bashku së paku duke përkujtuar kur e pim një gotë ujë me duke thënë o Husejn. Solidarizohemi me ty, jemi në anën tënde e jo në anën e Jezidit, birit Muavijut. Ndoshta dikush mund të pyet pse të përkujtohet një ndodhi kaq e vjetër që ka ndodhur në muajin e parë të vitit hijri, pra në muajin Muharrem, me 1 Muharrem, janë 10 ditët e Ashurës, pra në vitin 1345, që I vije pra 48 vite pas ndërimit jetë të profetit Muhammed. Por Kurani neve na mëson se koha nuk mund ta fshehë të vërtetën. Prandaj ne pasuesit muslimanët që e pasojmë profetin Muhammed dhe familjen e tij, ne gjithmonë çdo vit e përkujtojmë këtë ndodhi, këtë përkujtim madhështor për të cilën çështje dhe Imam Husejni, nipi I profetit, djali I Hazreti Fatimetus Zehras dhe Imam Aliut, e flijuan jo vetëm veten e tyre, por edhe fëmijën 3 muajsh, edhe adoleshent që kanë pasur, por edhe gra, edhe burra, të gjithë së bashku ishin 72 persona, më të mirët nga familja e profetit. Prandaj ja vlen ta përkujtojmë çdo vjet në këto 10 ditë të Ashuras. Jo Ashurja ushimit, jo Ashurja prej grurit, nuk ka të bëjë me këtë përkujtim madhështor të betejës së Kerbelas, por është Ashura në që në gjuhën arabe do të thotë 10, pra 10 ditët e Muharremit. I dërgojmë selame Imam Husejnit dhe gjithë antarëve të familjes së pejgamberit, të cilët u flijuan në Kerbela. Prandaj të gjithë së bashku t'i dërgojmë selame Imam Husejnit, I cili e dha jetën për të na dorëzuar Kuranin e shenjtë dhe traditën, sunetin e profetit, gjyshit të tij, ashtu siç e kemi sot në duar tona. Assalamu alejke ja Eba Abdillah. Selami qoftë për mbi ty, o babaj Abdullahut, ja Husejn. Selami qoftë mbi ty, o djali të dërguarit të Allahut. Selami qoftë mbi ty, o prijesi besimtarve dhe zotëriu I bartësit të amanetit. Selami qoftë mbi ty, o djali I Fatimes, prijesës së grave të xhenetit. Selami qoftë mbi ty, o luftëtari të rim, që Zoti ka për t'u hakmar për gjakun tënd. Selami qoftë mbi ty, që I vetmuar mbete kashi zullumqarve Jezid. Me ty qoftë selami dhe paqja e mbi ata shpirta që pranë teje zunë vend duke të përkrahur. O Eba Abdullah, o babaj Abdullahut, o Imam Husejn, e madhe është humbja jote dhe
E të mërshme është fatkeqësia mbi ne dhe mbi poseduesit e fesë islame. Selami qoftë për ty, o Imam Hussein.